Përveç denoncimeve publike, Ministria e Jashtme nuk ka ndërmarrë ndonjë veprim në raport me fushatën e Serbisë për t'i arrestuar shtetasit e Kosovës që kalojnë në territorin e saj. Kryesisht 3 kategori kanë qenë cakë e arrestimeve nga autoritetet e Serbisë. Ish pjesëtarët e ushtrisë qlirimtare, pjesëtarët e organeve të sigurisë së Kosovës si policë e ushtarë të FSK-s, si dhe qytetarë serb të cilët Beogradi konsideron bashkëpunëtor të institucioneve të Kosovës. Vetëm nga qershori këtij viti, Serbia ka arrestuar 8 qytetarë shqiptar të Kosovës. Koha ka dërguar pyetje në ministri lidhur me këtë çështje dhe nëse planifikohen masa konkrete, por ka munguar përgjigja. E burime brenda Ministrisë së Punëve të Jashtme i kanë thënë kohës se në të kaluarën, mekanizma brenda këtij dikasteri kanë propozuar masa proaktive për t'ju paraprirë këtyre situatave të cilat mund të aktivizohen edhe tani. Mes tjerash është kërkuar që institucionet të përfshihen në bashkëpunim me kompanitë e transportit të udhëtarëve të regjistruara në Kosovë për të subvencionuar linjat e rregullta të qarkullimit që evitojnë kalimin nëpër Serbi. Kësaj, kostoja shtesë shkaku i kalimit në shtete të tjera të rajonit do të mbulohen nga qeveria. Po ashtu është rekomanduar subvencionimi i policës së sigurimit për diasporën përmes pikalimeve që nuk kufizohen me Serbinë, duke u mbështetur në partneritet me sigurues dhe transportues të regjistruar në Kosovë. Paralelisht është sugjeruar që të ndërmerret një fushatë mediatike për të inkurajuar qytetarët dhe diasporën të mos e përdorin Serbinë si vend tranzit. Ministrisë është kërkuar edhe ndërlidhja e sistemit të menaxhimit të kufirit me të dhënat jo konfidenciale për pjesëtarët e forcave të sigurisë dhe për veteranët e UÇK-s dhe njëkohësisht të nxjerrë vendime dhe njoftime nga nivelet përkatëse dhe shoqatat për të ndaluar dhe dekurajuar tranzitin përmes Serbisë. Një rekomandim i referohet edhe çështjes së avokatëve të Kosovës. Është kërkuar që përfshirja dhe ndërmjetësimi në rastet eventuale të arrestimeve, qoftë drejt për drejt apo në bashkëpunim me avokatë të licencuar në Serbi, të përbëjnë shkelje që përcillet me masë disiplinore dhe pezullim të licencës. Arrestimi i fundit ndodhet të dielën. Ish pjesëtari i policisë së Kosovës Nexhat Pireva u ndalua në pikën kufitare dhe jo i bardh, ndërsa po udhëtonte me familje drejt Bujanocit. Ministria e Punëve të Jashtme ka njoftuar se ai është marrë në pyetje për rreth 4 orë dhe më pas është liruar. Ky rast është pjesë e një serie ndalesash nga autoritetet serbe, të cilat kanë marrë intensitet muajt e fundit.